Në kuadër të programit Paketa e Maleve, Këshilli i Ministrave ka shpallur disa zona me përparësi zhvillimit të ekonomisë malore në Bashkinë Dibër, Memaliaj dhe Tepelen. Llojet e aktiviteteve që do të zhvillohen në këto zona kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, zhvillimin industrial dhe zhvillimin turistik. Në Bashkinë Dibër, zona me përparësi zhvillimit të ekonomisë malore janë shpallur në bjeshkët e Korabit, në Hinoskës, të Gramës dhe Zimurit. Po ashtu, zona zhvillimore janë përcaktuar në fshatin Brezhdan, fshatin Kall, fshatin Lashki, fshatin Lugjej, në Lur, në fshatin Prat, në fshatin Slatin, në Lan Lur e tjerë. Zona zhvillimore në territorin e kësaj bashkie janë përcaktuar dhe livadhet e Kallës Blesh, në luginën e Lumit Drin, si dhe në fshatrat Selisht, Luzni dhe Rabdisht, ndërsa në territorin e bashkisë Memalia janë shpallur zona zhvillimore fshatrat Arrez e Madhe, Maricaj dhe Vagalat, në njësinë administrative Buzë dhe në fshatin Rabie. Në bashkinë Tepelen janë shpallur zona me përparësi zhvillimit të ekonomisë malore, sipërfaqe toke në njësinë administrative Kurvelesh, në njësinë administrative të Lopës dhe në njësinë administrative Qendër Tepelen.